A e dini se hudra dhe shepa bën pjesë në bimët mjekësore që duhet të përdoren në familje? Thelbinët e hudrës përmbajnë fitoncide që përbëhen nga vajrat eterik dhe derivatet e sulfuruara si alicin, aliin e tjerë, të cilat kanë veti të vrasin mikrobet ose të ndalojnë zhvillimin e tyre. Në sasi të vogla, hudra përmban edhe acid nikotinik, vitamin A, B, C, biotin, sheqerna, mucilazhe, pektina, proteina, yndyrna, enzima të ndryshme si dhe lëndë radioaktive dhe jod. Hudra gjen një përdorim të gjerë në sëmundjet e aparatit tretës, stomak-zor, ajo shqetëson spazmat, ngërçet e zorëve, dezinfekton aparatin tretës dhe vret ose ndalon zhvillimin e mikrobeve patologjike që sjellin çrregullime në veprimtarinë e aparatit tretës. Ndihmon në normalizimin e prodhimit të lëngjeve tretëse dhe shton prodhimin e tëmbësit. Në saj të jodit që përmban, hudra përdoret për uljen e tensionit të ngritur të gjakut kundër sklerozës, dëmtim të arterieve të mëdha dhe mesatare që karakterizohet nga grumbullimi i kolesterolit dhe materialit lipoid në shtresën e brendshme të tyre. Përdoret edhe kundër shtrëngimeve të zemrës. Hudra përdoret edhe në sëmundje të aparatit të frymarrjes. Vajrat eterik duke u eliminuar nëpërmjet frymarrjes nga njëra anë vrasin mikroorganizmat që ndodhen në rrugët përkatëse dhe nga ana tjetër ndihmojnë në nxjerrjen e gëlbazës. Në saj të antibiotikëve që përmban, hudra përdoret edhe për parandalimin e infeksionit dhe për mjekimin e plagëve të infektuara. Rekomandohet si ndihmëse edhe në sëmundjet infektive si kundër gripit, tifos, difterisë, dizanterisë dhe kollës së mirë. Hudra përdoret si kundërhelm në helminet me nikotinë. Përgatitja dhe përdorimi. Për mjekimin e sëmundjeve të ndryshme mund të përdoren disa thelbin hudra në ditë. Nga hudra mund të përgatitet një alkolatur si vion. Merren 200 gram hudra, pastrohen, coptohen dhe lihen të zhytura në 1 litër alkol 60% për 10 ditë rresht duke u tundur her pas here. Përgatitja bëhet në enë prej qelçi, porcelani ose të zinguara. Pas 10 ditësh, lëngu kullohet dhe përdoret 2 deri në 4 herë në ditë, 20 deri në 40 pika në sëmundje të ndryshme të brendshme. Me hudër mund të përgatitet edhe shorupi i hudrës në këtë mënyrë. Merret një pjesë hudër dhe lihet e zhytur në 2 pjesë ujë të vakët në 37 gradë për 1 orë, duke shtuar edhe disa pika uthull të fortë. Pastaj përbërja kullohet. Në këtë të fundit shtohen 2 pjesë sheqer, i cili tretet me ngrohje të lehtë. Nga ky shurup përdoren 2-3 lugë supe në ditë. Kundër parazitëve, hudra përdoret në formë klisme në këtë mënyrë. Merren 10 gram hudra, shtypen dhe zhyten në 1/4 e litrit ujë ose qumësh ku lihen për 12 orë. Pastaj lëngu i fituar kullohet dhe përdoret në 2 klisma. Për mjekimin e plagëve përgatitet qull hudre, duke shtypur disa thelbin të cilët përzihen me gjalpë dhe me vaj. Shepa ka veti të shtojë lëngun tretës të stomakut, të rrisë veprimtarinë e veshkave duke shtuar jashtëqitjen e urinës, të vrasë disa lloje mikrobesh. Në saj të këtyre vetive, shepa përdoret kundër mbajtjes së ujit në organizëm, sidomos në pjesën e poshtme të trupit. Ajo ndihmon tretjen e ushqimit, hapjen e oreksit, lehtëson të dalët jashtë, shëron plagët e ndryshme dhe